Altin Dardha, njeriu që mbolli vdekjen në Berat. Në fillim të viteve 90, kur shteti sapo kishte rënë dhe rrugët e Shqipërisë ndizeshin me pasiguri, në Berat u shfaq një emër që do të futej në legjend, Altin Dardha. Një djalë 19 vjeçar, me sy të akullt dhe zemër të vrullshme, që kërkonte ta provonte veten në një botë ku forca ishte ligj. Një thik, një zënk për nderin e një vajze dhe një jetë që shuhet në duart e tij. Viktima nuk e tradhtoi dot amanetin, para se të mbyllte syt, ja la hakmarrjen vëllait. Dhe me atë fjalë, nisi zinxhiri i vrasjeve që do ta përfshinte gjithë qytetin. Vëllai i viktimës, Buran Tomori, u betua se do ta pastronte gjakun vet. Nga ai çast, Berati u nda në 2 kampe, vrasësit dhe të gjykuarit. Në një qytet ku policia kërkonte leje për të hyrë në vendngjarje, Altini u bë ligj më vete. Ai nuk fshihej, nuk trembej, ecën mes njerëzve si hije dhe fliste pak. Një plumb në ball, një tjetër në zemër, gjithmonë i qetë, gjithmonë i sakt. Kur dikush i kërkonte ndihmë për një sherr, ai thoshte vetëm: "Të ndihmoj unë." Në verën e 1997, kur Shqipëria digjej nga anarkia, Berati ishte mbretëria e tij. Grupi i gatshëm i policisë u ndal nga vet Dardha, i cili u mori jelekët antiplumb dhe i la të ecnin në këmbë. As shteti nuk i afrohej më. Ai kishte llogarinë e vet, hakmarrje pas hakmarrjeje. Në fund të korrikut, plagosur dhe i lodhur, u aratis në Greqi, por edhe atje nuk e la dot gjaku i nxehtë. Në një lagje të Athinës, ku rusët sundonin lokalet e natës, ai hyri qet-qet, e qelloi një burr në kokë dhe doli pa kthyer kokën. Një sherr për femër, than disa. Por ata që e njihnin e dinin mirë, Altin Dardha nuk vriste për femra, vriste për qetësi. Në fund të vitit 1998, ai u kthye sërish në Shqipëri. Kishte vetëm një qëllim, të mbyllte ciklin. E gjeti Buran Tomorin, rivalin e përjetshëm, dhe e vrau. 3 ditë më vonë, hakmarrja u kthye përsëri si mallkim. Në Janin, në një lokal përballë ishullit të Ali Pashës, 2 burra e pritën në heshtje. Ai nuk ishte armë më vete. Dera që duhej shtyr për t'u hapur, e vonoi vetëm 1 sekond. Mjaftoi ajo sekond. Plumbat i hynën në trup dhe ai ra pa zhurmë, si një hije që kthehet në hi. U varos në Atin, larg qytetit që e trembte edhe pas vdekjes. Thuaj se varri ju mbajt fshehur, sepse njerëzit kishin frikë që edhe të vdekurin do të hakmerrnin. Por saga nuk përfundoi me ta. Nga hiri i bandës së tij, lindën të tjerë njerëz, disa u zhdukën në burgje, disa u kthyen në biznesmen të respektuar. Berati u qetësua, por kujtimet mbetën. Në rrugicat ku dikur dëgjoheshin krisma, sot njerëzit flasin me zë të ulët kur përmendin emrin e tij. Altin Dardha, njeriu që donte të sundonte frikën, por në fund u gëlltit prej saj.